Banor të zonës, vizitor të ardhur nga Greqia, drejtues vendor, por edhe përfaqësues të trupit diplomatik, ishin të pranishëm sot në Dervician të Dropullit për të ndjekur aktivitetin kushtuar festës kombëtare të Greqisë, e cila përkon me 204 vjetorin e fillimit të revolucionit grek. Në kushte shumë të vështira atmosferike, pasi gjatë gjithë paraditës qiu nuk ka pushuar, u zhvillua sot ceremonia e revolucionit grek në Dervician. Në fakt, gjithë aktiviteti filloi me mesën ceremoniale në kishën e fshatit dhe pastaj u çvendos në sheshin Konstantinos Mitsotakis, ku edhe u vendosën kurora tek monumenti i Lirisë. Në fund, çdo gjë u zhvillua brenda Pallatit të Kulturës së Dervicianit. Kryetari i Bashkisë Dropull, zoti Dimitrak Toli, gjatë përshëndetjes së tij vuri theksin tek rëndësia historike e rezistencës së popullit grek ndaj pushtuesve turq, ndërsa konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, përveç mesazheve të revolucionit grek, ju referua edhe qendrimit të Athinës zyrtare për zhvillimet në vendin tonë. Shteti grek është shumë krenar për praninë e minoritetit etnik grek në Shqipëri. Njëkohësisht, shprehim kënaqësinë tonë për rrugëtimin evropian të Shqipërisë mike. Ne duam një Shqipëri demokratike, por edhe me infrastrukturë të zhvilluar, si çdo shtet tjetër të familjes së madhe europiane dhe të kulturës perëndimore. Aktiviteti u mbill me një shfaqje të bukur artistike nga shkolla jo publike Frym Dashurie e Gjirokastës, si dhe nga shkollat e bashkuara të Buleratit dhe të Dervicianit.